Ministria e Arsimit nënshkroi këtë të mërkurë marrëveshjen e bashkëpunimit me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Sipas ministres, kjo nismë synon të shndërrojë institucionin që administron jo vetëm provimet kombëtare, por edhe të gjithë shërbimet kryesore arsimore në një strukturë autonome. Përgjegjësia publike dhe nevoja për standardizim dhe gjurmëshmëri, transparencë dhe integritet, së bashku me zgjerimin e vazhdueshëm të portofolit shërbimeve, na kërkon një sistem më të modernizuar i cili i përgjigjet standardeve ndërkombëtare. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u përgjigj skeptikëve për krijimin e agjencisë dhe bashkëpunimin me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Shpreh kënaqësinë time për këtë kala tjetër që ra dhe ju dorëzua ekselencës. Me shumë kënaqësi sot do vazhdojmë ditën me disa plane të tjera djallëzore, marrjesh në zotrim nga amerikanët vlerave, aseteve. Deri më tani ishte qendra e shërbimeve arsimore, ajo që ofronte rreth 158.000 shërbime në vit për arsimin, ndërsa tashmë, me krijimin e saj, Agjencia Kombëtare e Shërbimeve Arsimore do të mbajë përgjegjësinë për këtë paketë shërbimesh.